Ledri Vula dhe Gjensila Mirtezaj vazhdojnë të jenë një ndër dyshet më të dashura për publikun shqiptar, jo vetëm për suksesin e tyre muzikor, por edhe për raportin e veçantë që ata duket se ndajnë përtej skenës. Bashkëpunimi tyre i fundit muzikor u prit me entuziazëm dhe rezultoi një hit i vërtet, duke sjell energji pozitive dhe shumë reagime pozitive nga fansat. Por duket se suksesi nuk ka qenë vetëm artistik. Në një intervistë të fundit, Ledri Vula është ndalur tek marrëdhënia që ka me Gjensilën, duke e përshkruar si një shoqëri të sinqertë dhe me shumë kimi. Kemi pasur shumë kimi, edhe në studio, edhe në klip, edhe në shoqëri. Jemi shumë shok me Gjensilën, është shprehur reperi, duke nënvizuar se lidhja e tyre është ndërtuar mbi një respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Deklarata e tij ka ndezur menjëherë rrjetet sociale, ku fansat kanë filluar të spekulojnë rreth një afërsie më të madhe mes tyre, përtej asaj profesionale. Pavarësisht tashethemeve, ajo që mbetet e qartë është se dy artistët ndajnë një raport të fortë që ka sjellë frymëzim në muzikë dhe dashuri nga publiku.